Vllaznia ka konfirmuar edhe një herë dominimin e atletikën shqiptare duke u shpallur për të 18 vit radhazi fituese e Kupës së Shqipërisë. Garat u zhvillua në stadiumin Elbasan Arena, ku morën pjesë atlet nga e gjithë ekipet e vendit. Skuadra shkodrane triumfoi bindshëm duke grumbulluar më shumë pikë se çdo rival dhe duke siguruar vendin e parë, një sukses që përkthehet në trofeun e 30 në historinë e klubit, një shifër që e konsolidon vllazninë si rekordmene të atletikës shqiptare në 107 vite aktivitet. Përveç suksesit si ekip, disa paraqitje individuale spika të ndjeshëm, Endri Rakaj fitoi garën e 100 metrave me kohën 10:74, ndërsa Muhamet Çangeli dominoi në kërcimin së gjati me 7.73 metra, duke u shpallur edhe sportisti më i mirë aktivitetit me 1039 pikë olimpike. Në 100 metra Leandro Çardaku u rënditi dyti me 10.81, ndërsa në kërcimin së gjati, pas Çangelit podiumi u plotësua nga Rakaj dhe Mario Cepi. Çardaku shkëlqeu gjithashtu në 200 metra, ku zuri vendin e parë me kohën 22:09, ndërsa Durion Idrizaj u rënditi treti me 22:26. Rezultate pozitive erdhen edhe në disiplina të tjera. Dejan Balla u rënditi dyti në 400 metra, Sidrit Kopliku fitoi si në 800 metra, ashtu edhe në 1500 metra, ndërsa Durion Idrizaj triumfoi në 110 metra me pengeca. Në kërcimin 3 hapësh, vendin e parë e mori Kolindo Kiri, i ndjekur nga Mario Cepi dhe Eliseu Spathari. Në garat e femrave spikati Erisa Arrasa, e cila triumfoi në kërcimin së gjati duke konfirmuar nivel të lartë në disiplinën e saj. Në total ekipi meshkujve të vllaznisë grumbulloi 155 pikë, duke u shpallur fituesi i Kupës së Shqipërisë për vitin 2026, një sukses i merituar që reflekton punën e vazhdueshme të sportistëve dhe stafi teknik të drejtuar nga trajnerët Albert Marashi, Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj.